Çka e bën një vepër artistike të pavdekshme. Në vitin ku po jetojmë, është shumë e lehtë me qenë artist. Në një mënyrë ose tjetrën, ti mund është shumë lehtë me kriju. Si në muzikë, si në pikturë, si në film, gjithkund ki akses. Bile edhe talent mos me pas, me ndihmën e AI mund është me bo diçka. Po, sa janë të pavdekshme krejt këto prodhimtari. Immortaliteti një vepra artistike qëndron në ndikimin që ajo lën te njerëzit, në aftësinë për me t'i prek ndjenjat, për me shqetësu e me t'i qetësu mendimet, për me i frymëzu brezat e ashëm, pavarësisht kohës kur është kriju. Si shembull ma thjesht kemi këngët e Muharrem Qenës, si prej këngëve ma melankolike, si ma let pa lot. A thuasht ma let pa dhimbje, a thu ma bukur pa lotë. E deri të këngët gazmore e dashurisë si Kaqurrelja. Për kryesorja është punëtorja, me flokët Kaqurrelja. Edhe pse dallojnë në emocionin që e përcjellin, janë këngë të cilat kanë shumë histori, edhe ndikim në formimin tonë artistik, po edhe kur i dëgjojmë vesh për pikë të qefi. Edhe pse ka kalu kohë e gjatë prej lansimit të albumit Shokut, këngët e Muharrem Qenës ende dëgjohen edhe interpretohen prej artistave të rinj ndër vite. Përjetësimi emocional, temat e përgjithshme, ringjallja dhe riinterpretimi i tyre, e fuqia për me ndiku në kulturën popullore, janë pikat kyçe që duhet me u përmbajt arti yt që me qenë i pavdekshëm. Veç para menu, vepra Hamleti nga William Shakespeare u publiku në vitin 1623. Është ende i kuptueshëm edhe sot, sepse pyetja që ngre është njerëzore edhe përjetshme. Plus, tu e di që hala teatrot në përbot e shfaqin veprën e tij. Kështu që herën tjetër kur prodhon mendo mirë. A don me bo diçka që harrohet për një javë apo që mbet për 402 vjet. Por gjatë kësaj kohe, follow Urban FM në krejt platforma sociale edhe subscribe në YouTube.